keni nisë me këtë? Që 30. Sa sipërfaqe? Afër 20 hektare. A e në kushtet e mija ato? Mira në kushtet. Onë në alësi diku e larë, po hinë 180 metra. Edhe, ta mund të bëhë E butë edhe përshirë? Po. Nuk ka tokë keqen e Kosovë? I po këtu ka, të keqen s'ka. Dhe është një shembull, i lartësi 1080 metra. Jem buzë kufinit Kosovë-Serbi. Para një ore kam jodh fidanat e fundit të kufinit Kosovës. edhe ju thoni që do të ketë sukses. Duhet ketë sukses nëse mundet me siguru ujt. Nëse ka ujitje, ka sukses. Pa ujitje natyrshëm. Jo, i pa ujitje, o pak problem. Sa hinë alësie madha. Je duke zbatuar praktikat e mbjedhjes sikur në Rafsh, si këtu apo ka pak ndryshime? Jo, ka ndryshime se në Rafsh na bëjmë lavrimin e thellë, apo është i fermer me bëjë lavrimin e thellë. Tanë që rafshimin. E këtu nuk ka mujt me bëjë lavrim thellë. Jo. Por që thate ka se toka përshia. O shumë e shpresht të toka, për herë të parën që do mjellë fidane, nuk ka tokë e gjeshne, si ka Rafshë, o shumë e shkreft. Besoj dhe shpresoj që do të ketë sukses, në qoftë që mundet me siguru ujtë. Ka qenë pyll kjo. Apo djerin? Djerin, se me ka pyll, i ki shkulle dhe këta ahisht e tjera, për si ka prej keq asnjë. I qysh ka qenë, veç fusha të hapta i ka ba. E kush po punon këtu? Këtu ojnë një fshatar i këtuit i Biliglavës. Emrin type nuk e di, hiq të ashtë edhe Po shehet djemë të ke të familjes janë? Po të met janë kretë. Fidonët i kem sjellë vetë edhe jem që të bëm bjelle. Fidonët që të mira? Po, të mire janë. Ara qëndler? Po, e qëndler janë. Të importume nga Turqia. Të thot dora e parë se ka disa që po... Jo, i për fidoni rrim brapa. Edhe për zgjidhësi, edhe për kualitet. E tash, ti këtu po i mbjellë. Sot. Pas 2-3 vite do ta krysh këtë sipërfaqe. Do ta kryni këtë sipërfaqe. A përfundon puna ju i këtu, apo do të jeni prap me këshill dhënë? Me këshilla jam që non-stop në koordinim me pronarin e tokës. Në këshillat qysh duhet me trajtu, çka duhet me bon, që non-stop. A me punë t'i kryin vetë me punëtorë. A ke mbjellë tja sipërfaqe veç këtu në Veliglav? Jo, në Veliglav jo, në Kosovë? Në Karaqeu po, kena mjell në Rafsh, në na poshtë për neve. Sa sipërfaqe ke mbjellë dhe i tash? Kena mjell bukur shumë. Ke pasur edhe një interesim nga Shqipëria a u realizu? Po. Do të shkoni edhe atje? Po, edhe atje. Ka të gjuhë për juve si punëtor, si... Po, edhe atje jenë që të bërë mbjellje, edhe mirë në jetë shumë.